Ebu Hurerja radiallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut alayhi salam ka thënë: agjërimi është mburojë nga zjarri i xhehenemit. Kështu që agjëruesi duhet të shmang takimin me bashkëshorten dhe nuk duhet sillet pa mend dhe me paturpsi. Edhe nëse dikush tjetër e lufton as sillet keq me të apo e shan atë, atëherë ai duhet i thotë 2 herë: jam agjërueshëm. Pejgamberi alayhi salam shtoi: për atë në duart e të cilit është shpirti im, era që vjen nga goja e agjëruesit është më e mirë dhe më e dashur tek Allahu i lartë se sa era e miskut. Allahu thot për agjëruesin: ai e ka lënë mënjan ushqimin, pijen dhe dëshirat e tij për hatrin tim. Agjërimi është për mua, kështu që unë do ta shpërblej agjëruesin për të, dhe shpërblimi i veprave të mira shumëfishohet 10 herë. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga xhamiambret.com.